Pushoni! Heshni! Qetësi! Heshni! Qetësi! Nalt madhnia ju siguron se asgjë e zakonshme nuk ka ndodhur në marrëdhëniet me Italinë. Por edhe në qoftë se ndodh gjë, ai më porositi t'u them se me opinga ka ardhur dhe do t'i veshi prapë opingat e do t'i jetë këtu midis jush. Colonel Taviani. Mi sërth. Ju falenderit.
Jemi të informuar se ju personalisht gjithmonë keni shprehur simpati për Italinë dhe rendin e saj fashist. Kjo na siguron që edhe mëtej në detyrën e kryetarit të komunës do të bëheni mbështetje përpjekjeve tona për zhvillimin e vendit tuaj, por tashmë me rregull dhe disiplinë fashiste. Detyra ju e parë, të siguroni qetësinë. Detyra e dytë, Venit! Jemi vëllezrit tuaj! Afrohuni! Forca fabrik! Afrohuni! Venite! Edhe kjo na duhet. Kthehuni gra. Kështu siç jemi të gjitha në komunë. Sa keq. Mund të organizoni një skenë të vërtetë vllazërimi. Shoni! Ashtu, shoni! Qesh, çka ndodhur? Njëra të flasë. Italianët kanë zënuar zoti Halil. Si kanë zënuar? Janë gullu tek pusi, kanë dhënë zurziare, e lajnë rroba në lugjetan. Ta mbyllim kapakun, t'i vëm drynin. Ç'është ai dryn? Një pusë shtu qpjet. Do të mbushni ju, do të mbushin ata. Mirë. Shkoni mbushni ujë me burrat. Ja burrat. Në daçi. Hajde mos më çani kokën. Që bënim? Këtu do ndërtojmë një raport. Këtu? Pa, këtu. Këtu? Pa, këtu. Po këtu mbjellim ne? E, luft. Lek! Pritu nuk kusja në pali me lajmë! Hajde të shpejt! Jani, çka ndodhur? Lere mëse pyet se në mori lumin. Pse mo çka ndodhur? Po si është puna, more? Po të shkeni, more, Vangel? Lere. Pam? Kush kryetari? Kryetari u nis për tek sheshi I Kuajve. Te sheshi I Kuajve. Të bënë zemra more dane të bësh për ata kafshë të gjora. Shumë zullume keni shpirt. E jo, zoti kryetar, nuk bëj zullum. Tredhja urtëson kafshën, e shtron në punë. Të zes të gomare qeqen thuaj. Po ama edhe zotrote zemër të fort keqe rrije bën se hir. Po, bëjmë se hir e themi shikyr që s'na beri zoti gomere dhe... Zoti kryetar. Avash. Zoti kryetar. Arat në fushën e bardhë po I matin. Do bëjnë fushë aeroplani thonë. Kam një urdhëres për këtë punë. Ashtu është atje do bëhet aerodrom. Aman o zoti kryetar, nuk është kurrizim për këto punë. Mos na merrni mbi qafë, vini dorën në zëmër, jeni fukarenj. Po daleni më që janë këto fjalë. Toka do të paguhet. Aman o zoti Halil. U thuaj ta bëjnë në një vend tjetër. Le ta bëjnë në Kume atje ku nuk ka ara. S'na duhen parat. Tuam tokën. Dëgjoni. Toka do të paguhet. Këtu s'ka as vjedhje, as gënjeshtër. Kush të doj le blej tokë tjetër ose të punon shtet. Do hape ushtria punë plot. Ku ta gjejmë tokën, zoti kryetar? Ku të doni? Mbretëria është e madhe. Këtë detit e ndaj detit. Do bëjmë shtet me aerodrome, me rrugë shumë, me fabrika. Fashizmi do ta zhvillojë Shqipërinë. Kurse ju na vut kujin sepse po ja blejnë arat me para. Kësa I thon o ma jep, o të vrava. Ne s'kemi tokë për të shitur o zoti kryetar.
Mbretëria për mua është ajo cop tok që më ban shpirtin gjallë aty. Edhe kjo është vjedhje. Flasin apo s'flasin ta qeraman. Vetëm kini mendje se do bëni ços se durimi qeverisë. Datore ricevuto, può decolare. Ricevuto, vi sento. Erdhe o Gjani mëmës, u lodhe o zëmër. Ara, parat nëse. Mirë. Jani, shiko të keqen, mos më bë në punë të rëndë, se është akoma kërthi. Mos u bëj merak, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shketi, nuk tu. Djali Lonit e prontë. Sini o gjidon. Mirë. Mirë se erdhe, Vaso. Mirë se erdhe. O Katina! Dil, moj ti, se t'erdi djali! Keqen mama. O me triti mamës. O dritë e syrit. Ha, peshkatari vjetër. Si do të bëj koha nesër? Mirë, biro. Hajde, Avni. Hajde, djale. Këte e kam shok të ngushtë. Si e mërë, djale? Mirë, si jeni? Si kaloni? Mirë. Shikot, magosis është mirë, e? Kemi, orë, birë. Kemi nga të gjitha. Morë dvesh. E pronë dhe djalin e Lonit. Ata muhabet kishin. Zarar të madh po bën kjo se mund, Pilo. E si u gjënd Dermani. Thonë se të gjithë po punojnë për t'ja gjetur. Kjo nga Evropa deri në Japoni. Janë gënjeshtra. S'kan kohë të merre me ilaçe, janë të gjithë në luftë. Ashtu është. Së mundje duhen para, sidomos kjo. Zinë Loni që gjeti. Dhe kjo këtë dosha lullen e djalit vete që bonë. Sa djem ka Lonin? 2. Ky është i madhi. Gjënari. Ky është që ka qenë në burg, ha? Po, ky është. Në burg? Po pse? Për bolshevizëm. Oh. S'kisha ardhur akoma zotrote këtu. Ka një 2 vjet kjo punë. U bë gozha gjyq në Tiranë. Pse në gjyq ka qenë? I dënuan edhe i qua në Berat. E di. Ka vujtur Loni. Ka shkuar ka qenë me trasa në Berat. Mba më nëse u krasë i thoshe Lonit,
Si është ai drejtë që ka hyrë të biri? I kuq vërtet apo i zisit të tjerët? E mbaj, më të mbaj. I kuq ka qenë. Ta shtjesh mure mirë nëna e baba. Megjithatë, kush e di? Ka Perëndia. Duan para sëmundjet. Duan. Flit ke që në masi i lodhur të mi. S'ka qetësi më ky vend. Jetoj me frikë, more birë. Në qell italiane, në tokë italiane, në hy në probore, në i din ku i kemi dhe frikët. Spesin se e shtëpije, se ka graje, lere mos e pyet. Po gjën e mirë, ande nga ne bëjmë bastisje, arestime, kanë internuar me qindra. Kontrole kanë bërë edhe këtu, në shtëpitë e një dyve që punojnë në aerodrom. Valla kishin vjedhur dinamit, po su gjetën gjë. E megjithatë nga puna i pushuan. Edhe një djalë e ranë, 2 ushtarë, e ranë keq të zinë. Pse? Kishin bërë shenja së motrës. Ja kështu. Edhe na vjedhin, edhe na rajin. Ashtu. Edhe na vjedhin, edhe na rajin. Megjithatë shëndetin biro, pa të tjerat edhe rregullohen. Merret keqe mama. Të faleminderit. Gëzuar e për të mirë. Vasës të shkuara. E mos mërzitni, se mërzia juaj e vret më tepër atë. Do të bëhet mirë, kini për të parë. Të lumë të goja, o birë. Të rosh me vlezdre motra e ti kësosh. Të faleminderit. Do me thënë, edhe na vjedhin, edhe na rajin. Po sigur tua këthejmë edhe ne. Tu bie me hekur kokës. E pastaj ku dhemi? Të dërgjemi burgjeve? Të vritemi? Pa gjak s'bet kjo punë. E kam një mal një kuris, biro. Nuk kemi ngene për këtë punë. Hajde, Krushk. Mirë se rini. Misart. Është Krushku ynë. Vajzën e ti e kam zënë për Marko. Si e mor djalë? Mirë, ju si jeni. Ulroni, hulemi. Si o Krushk? Mirë, do vjen. Mirë. Po, u kthye Vasu. E po mirë. Më mirë kështu. Njeriu do të bëj të tijin, po çdo të bëj Zoti këtë nuk e din. Juve keq nuk i keni bërë njeriut. Po ti more djalë nga të kemi. E gjero Kastra. Punon në Tiranë. Po. Prure Vason. Rrofsh. Të lumshin krahët. Faleminderit. Si keni qenë, Krushk? Mirë. Unë që paru ktheva. Më thanë kështu. Ka ardhur Vasu. E dinim që kishe shkuar Markua në Tiranë, po kur do të kthej, s'dinim gjë. Po ju si a qoni? Si a qojmë? Mirë. Mirë. Është shoku i Vasës. Shoku i Vasos je? Po. Po jashtë që themi. Vjetë ankoheshim se ishim keq. Si vjetë u bë akoma më keq. Prandaj lere o Zot atje ku se kush e di se si bëhet mot. Ja dhe u ankuam. Kush na dëgjon? Kush na mbron? Ju si vini ande nga Tirana? Ku do njësoj ishte. Ja kështu si the zotrote. Sot keq, nesër më keq. Vetëm që lëviz populli andej, s'para duron. Jemi larg e s'marrin vesh. Edhe në një gazetë që vjen, për këto gjëra nuk shkruan. Do të s'ka si të shkruaj. Mirë se rini. Hajde, dhëma.
Po ti nuk do të hysh? Jo. Si është Vaso? Isa mu. Ti gjova gratë e fshatit që thoshin për të rindal dhe qa. Base bëhet mirë. Dash zoti. Çfarë thanë të tutë? Hiç. U erdi shumë keq. Po tjetër? Thanë gjë për dasmë. Po. Na me arre bleva në Tiranë. Ti e më e bukur e fshatit. Më duket vetja më i zoti djemi që është sa mora më të mirën. Prit. Kjo puna e Vasos, se si më ka bërë. Më hypën një mërzije e madhe, po kur më kujtohesh ti se si bëhet. Dritë. Ti e shesi është këtu. As radio, as gazetë. Prandaj bësi të bësh edhe eja. Mos u bëj merak. Ti shiko shëndeti. Gjare hat jam tani. Këta po të gjitha për mua do t'i ruajnë. U thuaj shokëve ato përkthimet i mbaron shpejt Vasua. Dhe hajde merri nga java. Që të kenë ata materialet të leja, mi sill të gjitha. Avni. Urdhëro. Kemi punë për të bërë. Plot. Unë i lash në baltë. Pse ma prish shefi në të ikur? Pastaj ne nuk jemi në baltë. Jemi në xhadet thatë. Po u mërzita erdha. Jo, këtë nuk do ta bësh. Mu beto këtu. Mirë, mirë. U bëjt falat gjithve dhe ngreu se ke rrugë për të bërë. U thuaj shokëve sa më shpejt të më lidhin me shokët e Vlorës. Hajtu dha mbar. Veç me shëndet. Goxha djali me muhabet. Të zuri gjumi. S'besoj të keq fjetër. Kam fluturuar të mallkuarit. Jo, fjeta. Po si jeni ju një herë? Ne mirë jemi. Për ne mos u bëj merak. Vetëm një hall kemi. Po them që do ta hedhim edhe këtë. Veç ti, mos u mërzit, mos u mkurajon. Kështu. Ne kemi ca para. I kemi mbledhur avash avash. E themi që me ato para të shkosh në Elveti të shërohesh. S'më ke thënë asnjëherë për këto para? Po, s'ka që në rasti. Po ato që më prurin në spital në Tiranë, nga këto i hoqje? Një pjesë, po, jo të gjitha. Po pas ka nesër punë të mirë, pas keni fiduar. Unë jam akoma i fort. Marko apo kemi punuar. Në fillim italiani na i merrte peshkun mirë, kështu që nuk zum keq. Kanë punuar si ata. Të shkojnë në Zvicër, thoni, e? I shta për namë një mirë kësaj Zvicrës, e di. Me gjitha të unë do të rikë këtu njëherë, me këtë në noken time. Do dalë të shohë kur shkoni në punë. Do të presë në buzë të gjallit. Do të bëj muhabet, do të shmalemi, do të qajmë hallet tona, të shokëve. Pastaj, po nuk që e thënë të bëhe mirë, po e shojmë dhe atë punë në Zvicrës. Mirë të keqen, mama. Mirë, Me krushkën. Kozmaj me të shoqe. Një. Zoti thoma. Edhe marra e veja e Petrus. Krushku të solli mjaltë. Kozmaj rush. Njerëz të mirë. Po nusën si e kemi? E ke parë sot? Jo. E ka parë, mo, je ka parë, se ka përse u murin e oborit që parë. A, shumë që s'të kanë lënë të flesh të mallkuarit. Marko, dere se na doli gjeshtra që të dyve.
Ka ishte. Kaloj. Po ju mos mërzitni. Hiqe nga kjo dhomë ikonën po të duash. Më duket sikur më zefrimen, sikur më mbyt. Shin tort kam bërë çuditëra. Mos bëj gjëna o birë. Po nuk e hoqe do ta flak nga dritarja. S'ke hequr dorë nga politika. E kuptova dhe nga muhabeti që më bërja i shokujt. Shiko shëndetin mordjali se do të më zish derën. Jo të më shkoj të qaj poshtë. I del gjumi natën edhe lutet, o sot shpëto më djalin. Për atër të sajtë mos e këshe bërë. Nese u bët ashti. Iku. Më e dua si shpirtin. Të gjithve ju dua. Po komunist me ikon për para, që të thonë të tjerë dhe Zufrika tani që po i vjen vdekja ndesh dhe kandilin edhe lutet natën o Zot, u pendova heqdor, kështu thua ti? Shëndetin. Shëndetin njerë mërbir. Ka ndikur që me natë, Që me natë. Nesër do zgjojmë shpejt, isho. Pa më dëgjo. Të gjitha lutjet që do t'ja bëja Shënmërisë, po t'i bëj ty. Nuk do t'em o Shënmëri, por do t'em o nëna ime. O nëna ime. Bëj që unë dëshërojmë dhe mi falë të gjitha fajet që kam bërë, të gjitha fjalët e rënda që t'kam thënë. Ke për të parti pos bëri mrekulli nëna ime. Tani mos u anko. Besoj në Perëndin që i quaj nëna ime. Hiç mos fol. Hiç. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Jani. Fla apo zgjuar është ky vlla im? Po. Zgjuar, urdhro. Nuk desha ta prish rahatin. Ashtu? Prandaj se dukur. Jo kam ardhur po Agai ka qenë në gjumë. Po gënjenët ke qenë mëma gënjen. E po kur gënjen një goxha qeveri, pse mos të gënjej edhe një palë fshatarmi? Keni patur njerëz. E unë desha ta gjej vetëm. Këta shkollarët kthehen në fshat. Po o kur së moren, o kur i pushojnë nga puna. Pse? Edhe kur na merr malli. Ah, dhe me këty të kish këputur malli për mua. Si ora s'më ka marr. Hajde brenda. Po je martuar, Trashgohesh. Faleminderit. Ashtu erdhi puna. Diçka humbëm, diçka fituam. Me paratë e arës rregullova shtëpinë dhe u martova. E di, më thanë. Po atje në punë si je. Shpjët. Tani për mbi fukarallakun, kemi frikën. Po shtrimin e të huajt. Shtë bësh o buka e gojës. Nga të gjitha marifetet që të shpiku njeriu për të lidhur njerin, litari i bukës dolli më i forti. Nëse njerë bërë mirë që erdhe, sidomos për më ishte gëzuar. Shtë bëje gjora. S'ke dalje? Jo, po do dalë. Këtu shto që do të bëj mirë, vaso. Është vend i ytur. Ashtu vërtet. Hajde se të dielen do dalim mirë nga dalani, kujtojmë ato vitet. Edhe nga kallamat. Nga kallamat nuk të lënë në shtushtria aty, po kemi ku shkojnë. Nuk ka marrë malli. Pa më thuaj ti, shkollar. Kush do ta fitoj këtë luftë? Ushtria e kuqe. Jani si e ke nosën? Mirë. Lere këtu të shohim njëri tjetrin. Thonë se Gjermani po i kopanis.
Vendi Leninit është shtet i madh dhe nuk zaptohet kollaj. Gjermanët kanë ecur, po ky është fillimi. Të shohim fundin. Ata do të fitojnë se janë shteti punëtorëve dhe i fshatarëve të varfër. Ma e mend këtë që po them unë. Si në prallë më duket ky vend nga ato që më ke treguar ti. Po s'është prallë, është e vërtet. Është atje, ta bëjmë edhe këtu. Ç'të bëjmë? Gjithë kjo Itali mbi këtë copë vend. Bëhet me luftë. Mos ta psojmë si unë. Që rëmbeva sopatën e shkova në arë. Kush të hynte, do t'i ndajja kokën më dysh. Kisha bërë sa për vdekjen. Kur erdhe në kuptova që humba davan, veta i turpëruar. Po si kështu vetëm, edhe me një sopat? Të tjerët se erdhen me gjithë se i kishe rënë gjoksit me krusht. Edhe po të kishin ardhur nuk do të fitoni dje. Do filluar ndryshe puna. Ç'thot ai aeroporti yt? Na shurdoj. Nuk para dëgjoj mirë. Ku vjen gjithë ata avionit i? Edhin bomba aty ku bëhet luftë. Në Pez, në këto shtetet gjiton, bombardojnë anijet në det, vrasin njerëz. E ka menduar edhe unë këtë. Sidomos kur fluturoj natën. Ku shkojnë, thot me veten time. Kush e ka fatin e zisante? Edhe më del para syve ara që më duke si fëmijë i vdekur, një mbuluar në cimendun e aerodromit. Po njerëzit, ç'thon? Të gjithë flasin, po nuk prishen qeverit nga fjalët në vesh. Në fillim fjalë, pastaj punë. Ti nuk je vetëm atje. Është Leka, Nasi, Miti, Petrua. Po një 18 bemi gjithsejt nga fshati ynë. Ka edhe të tjerë. Ka. E shef sa jemi? Mirashç. Mirë djegja. Ja tjeta. Po vjen vasë, Topi u gjefë gjanin hiqa minjan. Dëgjon Vila? Mirë, mirë. Se është e raj parë. Si e more birë, mirë? Mirë, faleminderit, juve si jeni? Mirë. Mirë se rini. Mirë se djallë. E o djallë. Faleminderit. Ustapilo, si ke qenë? Mirë, more vasu, mirë. Po shto tregtia? Po qka? Ja, na janë shtuar klientët. Ky duhet paguaj dhe hotelit. Shtë bëjnë, në dhe të huaj. Keq është kur jenë në dhe të huaj. Po më keq është kur le kockat në dhe të huaj. Po nese, si jeni ju të gjithë? Mirë, përëndër. Qka, trazuar? Gjakigjo, si ke qenë? Si plako birë. Vasa, zoti Halil është kryetari komunës. Tu një tjeta? Tu një tjetër. Po që kemi andoj nga Tirana? Po shtë kemi. Ja të rejati mërë një vesh nga gazeta. Shtot gazeta, Gjakigjo. Është e vjetër, ka ditë. Pesh ku hajtë taze pa gazeta. Jo, ka gazeta që edhe taze tjerë nuk hajnë. Ti Sokrat, veri fresha kave, se do t'i gjesh. Po atë keq. Besha ka. Me gungën e kiqës, da që edhe me hundën time, po jo me gazetën e qeverisë. Gjithë jetën s'më kanë lënë rahat. Tani që u dhe leje zotërotës i qeveri e mori lumi punën time. Zoti Halil tha dhe për hundën e ti. Po kunga ime do t'a pësoj. Kush do t'guxoj të bësh ka me hundën e zotit kryetar? Po vërtet, ç'thot kjo gazeta? Bëj që di me njerin këtu. Ka 3 vjet që bën lajmërim në gazetë i shitet një piano. Okazion, pianoforte. Kejf do kishe ta njëja këtë njeri. Ose jeti mërë birë që këndej unë Tiranë? Po jo, më Gjakigjo, ku e një unë? 3 vjet, për si ja pranojnë gjënë. Paguan tjetër i kiqo. Diti, që do me thënë para? Si nuk e di. Kur ke para shumë, edhe kunga ime bëhet e bukur. Rof Gjakigjo se na kënaqe. Rof që gjosh mërë birë. Po ne e pësuam si një familje një herë, po ti je i ri, nuk e di. Kur më baron të buka, hipnin mbi qati e këndonit. Edhe ne njësoj. Pilo, 3 kjelke me verë. Të pimë për shëndetin e këti djali këtu, edhe shënoj për mua. Ja dhe kur vetëni. Pasie, more vasu. Dyvere. Ja, si me shurë. Miti. Dy gota, pasie. Je lodhëm? Do thosh këto fjallë.
Urdhri kryetarit komunës. Nesër në mëngjes, kur të bjerë kambana, nga çdo shtëpi do të dalin një burr ose grua për punë angari. Të marrë me vete sopata dhe kosore. Thuhet ti tash? Urdhri kryetarit komunës. Nesër në mëngjes, sa po të bjerë kambana, nga çdo shtëpi të dalë një burr ose grua për punë angari. Të marrë me vete spatë dhe kosor. Mirë. Ç'punë do bëjmë, zoti Alil? Do të përis një dru për të djegur kambinat e ushtrisë. Dëgjoni ju që jeni këtu. Nesër me punë angari do të dalë burra grua për derë. Mos thoni që nuk dëgjuam gjë, Unë nuk vej dot. Nuk më lë urata. Ç'është kjo që thua? Si ç'është kjo? Po nesër është e diel, e kremte. Nuk punon njeri. Ky është urdhri qeveris. S'dim kujt ja prishim. Qeveris apo perëndis. Si do bëjmë urat? Nga puna angari të vini drejt në qish. Rraf shurat se më kënaq. Freskoj. Unë po dalë. Ashtu? Do shkoj të presë lundrat. Kthehen nga peshkimi. Do shkojnë të presin peshkatarët, e? Po. Si janë vëllezrit, motrat? Mirja. Po i ndihmon nënës, e? Po. Do t'i them vjerës tënde që nusën e kishe të urtë, me zi i tha dy fjalë. Të kemi goxha nuse. Zotëri, çmimi i peshkut sot ka psuar një ulje prej 15%. Por shoqëria jon parashikon një ngritje të konsideruar të çmimit për muajin e ardhshëm. Gjë që do kompensojnë një humbje eventuale. E pse stoni tua japin falas? Ta dim që u kemi bërë nder. Sot të ndihmoni ju shoqërinë, nesër ajo ju shpërblen. Po, mor po. Ilo, Preu duart hajduti. Ilo, të pesën e financës. Gati po ta bëj edhe zotri state. Po ç'ke me mua, çmimi nuk i ulun. për hir të miqësisë unë e blej më shtrenjtë. Më jepni 7 kile. Për hir të sa të me. I kore mushu këtej. Plakush. Luajte. Zoti kryetar, kam zënë një ngjarje. Tukon duket në nepotisht. E po derisa shoqëria ul çmimin për vete. Ngjalë, talonit. Merë.
Dëgjoni këtu. Trutë do të grumbullohen në anë të gjades së re. Çdo grua do të mbaj 10 barë, kurse çdo burr do të pres dhe do të stivos po aq. Tek gjadea do të rrivet dhe do t'i shnoj. Kush të mbaroj të shkojë në punë të tij. Hajde nisemi. Shënova, mos u bëj me radhë. Ugo, shiko. Kërësia! Lere vajzën! Lere vajzën, lero! Pushti duqes! Lere mëre vajzën të thonë! Lena, vi! Gje dy hajdut! Pushtat e duqes o pushtat e duqes! Mos të keqer. Eja, vyll derën. Erdha. Mos u puno se nuk rim të zbetë. Jo. Dëgjova që kryetari me plesin do shkojnë nesër në komandë të bëjnë ankesën. Është prekur në deri fshatit kishte në Lili. E çfarë do të thot Halili italianëve? Ç'ankesë do bëj? Ai është vetë një fashist i qelbur, një depses, një kusar. Fshati nuk ka nevojë për Halilin, ka nevojë për ne që ta mbrojmë. Ti tregojmë okupatorit urrëtien tonë të përgjithshme, i madh e i vogël. Shko, birë shtriu, se ke gjithë ditën që pori më këmbë. Do shkoj njëherë nga Krushu të shosesh bebe. Shko, birë, shko. Do vide unë ose.
Gjalil, pse do shkoni nesër në komandë të ushtrisë? Tankohemi në emër fshatit. Po t'jetë për këtë mos shko fare se fshati nuk ka angesë. E dim neve atë punë. E po mirë, me që do t'a merë një mundimin deri atje, u thoni se na zonë frymën. Kjo është ankesa jonë. Se këra do të vë hekurët. Per Allah, do të vë hekurët. Viznanim. Nuk të lësh të mi varë italiani? Urdhëro! Mi vurti! Sa që kemi rend, drejtësi, kishte gjesh me të drejtë. Sot ka drejtësi. Fajtori do qëndet dhe do dënohet. Na del një nga trestarë, që do të razoj një fshat të gjithë. Po, mërë, po. Qenë këti djali Ilonit. Edhe ju kini pjesën të vaj. Paguajmë gjuna e bërë. Hyrë, urat hyrë. Mirë mbrëma. Hajde, bra. Ordroni. Mos luli se gjembën. Pa qurate. Ilo, eja të ndezë shqirije të bërsh kryq, se ka një vit që se ke shkelu pragun e qishës. Ndaj dhe na dënon zoti. Qëtu, urat? Pse ne e gjeti të na dënoj zoti? Që po na bje bret ku në punë? Që po na rjepi huaj? E shoqe ke shpirtin e trazuar. Po qetësohu e mos bëj gjuna, se ai atje i shet i gjitha. Ashtu ta do zanati, ashtu do të flasësh. Dëgjoj këtu. Zoti ta shpëtoi vajzën. Ai bëri që të gjendej marrë atje, prandaj ki besim e mos. Mirë hall marrën e qoj zoti atje. Po ata kush i qoj? E kush? I pa udhi. Fashizmi. Jo djali Ilonit. Pa quratën ale rehat. Rehatën alen ata? Ne jemi në vatrën tonë. Në varfërin tonë. Në hallet tona. Morë po dorën mbyer druri se vate atje ku s'mban më. Ilo. Mirë se vini. Ordëro. Mirë se vjen. Ilo, mbase të thanë, nesër këshilli komunal bashkë me pleqësin do shkojnë në komandë të bëjnë nënkim. Është prekunderit i gjithëve. Fajtori do gjendet se kërkojmë ne, po është edhe interesi italianëve se o njëlloset në deri ushtrisë. Një dru i shtrëmbër për gjithë barën. Nuk është më mirë, zoti Thoma, ta hedhim te gjithë barën. Vaso djalë, ti e ke pësuar njërë. Shikohë mirë halin tëndë, edhe ne mos në vurë zjarën se i me rahat në punën tonë. Rehat i thua ti këti? E, gjera të vogla ka patura do të ketë. Pjullë pa dera nuk ka. Që pun ka derri italian në arën time? Mora djalë, do në lësht të bëjmë muhabet si qësh për të bërë apo të ngrimë i tikim. Ka sira, ka respekt? Shto ma bëri dhe mua? Zoti Thoma, unë prap e them që nuk është puna të një dru i shtrëmbër, po të klubia që e ka gjurë më sa një aerodrom. Si vetën me zonë nuk në bëndot. Pastaj ta marim veshë, shtëke që të ka bërë të Italia. Lere pune Ilos, një ushtar është ai. Po si? Ta them unë. Të thua shama që na shpëtoi edhe nga mbreti, që hapi punë, që pruri bukë dhe njerëzllëk, që ndërton rrugë dhe shtëpi, që ndihmon fet, që i mbushi dyqanet plot. E sa gjëra të tjera, që ti e di, po nuk do t'i thuash se e ke mendjen jetë. Ku e kam? E di vetë ti. Unë nuk desha të flas, por më detyrove. Italia të gjitha i bën për vete. Rrugët i ndërton për luftë për të marrë mallin e djersën tonë, kurse njerëzillëkun e tyre e pam edhe sot. Po, dyqanet e tu janë plot, këtë e din të gjithë. Atë dhe u për ty mbaron të dera e dyqanit e te kapaku i portofolit. Ke ardhur këtu t'i qash hallin Ilo shirkut e më mbron Italin. Që janë këto muhabete o njerëz Perëndis. Dhe fajnë e këti djali Ilonit. Ti nge dorët. S'të kam në një borç. Edhe nuk është sëra imi këtë merre me ty. Po dy fjalë do t'i them. Shqipëria një pëllëmbë është. Dhe në këtë katrahurë nuk mund të bëj dot vetëm se do ta shqyjin. Prandaj duhet dora e të madhit. E cili i madh veç Italisë mund të rambroj. Këto i di mirë ti se je me shkollë, i ke kënduar dhe në gazetë. Po ti edhe shokët e tu doni të kuqt, nuk doni Italinë. Këtu është e gjitha. E keni mendjen te bolshevizma. Po punë që s'bëhet, nuk e do shqiptari, nuk e qas. Edhe mos më shit mua patriotizm. Unë nuk shes gjë. Ti merresh me tregti. Edhe një takëmi tregtia me fashizmin po jesën varë. Prandaj doni ta mbroni të shpifni kundër nesh. Po këtë gjyq do ta ndaj populli. Se ati i rëndon mbi kurisë si duçja me ajdut të tij, si edhe ju që jeni për ortak me të.
Nga kjo tërgëti përfitove dhe ti more depsës, që haram të qofte mira ime. I kam dhënë ty të një pasuri të gjithë, të shkosh zotote në Helveti të shërohesh. O zot, kështu ma shpërblen mua ti more? Bëre mirë që më the atë punën e parave. Ndim nga ti nuk dua, se ato para janë lotët dhe vuajtjet e fukarenjve që ti... Kush jam unë, e di gjithë fshati, po ti qpif se je lugati kuq. Që janë këto fjalë që thua, zoti Thoma? Zoti Thoma, more djalë. Qailo, me sa duket ky muhabet ishte për të bërë. Të trazuam. Jo, more bir, por i ku veti? Vasa. Jo, do iki. Po atë punë e drurit mire ke. Ti dalim zot vetes pa të qeveria mos mbash pres. Natën e mirë. Vaso, po mos ik mor djalë. Natën e mirë. Këta do në marrim në qafë. O Zot na shpëton. A Krist. Anathema. Mallkoheni kur të shkoni në shtëpi tuaja. Ne kemi djalin në shtëpisë. Erdhët ke qenë mama. Unë po shkoj të bie. Nuk jam mirë. Lere se shkoj vetë. Parati ke marrë të Thoma leka. Për ty, o birë. Të kam gëzimin e madhë. Nesër ato para që të zotit. Unë e kam bërë e sapë që kur i more. Me ato do të shkosh të shërohesh. Nuk ka ilaç që më bën mirë mua kur mendoj nënën dhe babën gjumë herëzin një maskara. Me Hilea. Mbi vuajtjet e tjetrit a i kërkon të vërë pasuri. Nuk na duhet një mirësia e ti. Po që të bëj fukaraja, mor birë? Të luftoj. Po do thua shti si të luftoj. Pas komunistëve. Po kemi hallë akoma. Ja juve ku nxini lundrat në breg. Njëri thret ha hop, edhe të gjithë shtynë të njëjtën kohë. Po komunistët shqiptarë janë akoma grupe. Ca thon ho, ca thon hop, ca ston fare, ca ngatrojnë me qëllim. Puna është se ka shumë mendje. Mirë po dedi është i egërsuar dhe ka rrezik na thyej lundrën. Po ju merruni vesh njërë. Njërit komandoj, ai që është mizoti. Ne kështu bëjmë.
Merrni veglat. Asnjëri të mos ulet. Të gjithë në punë. Ju paguajmë për punë. Këtë duhet ta dini të gjithë. Dhe firma nuk është shoqëri bamirëse. Dino, splavit shoj drurën e paksoj bukun që të punoj mirë. Si the ti mor qënë birqëni? Si the ti mor qënë birqëni? Si the? Nuk e dëgjuat se shtan? Shtoj ju drurën e i që bukën të rinur. Dal aty! Dalni! Kush e filloi? Ky! Edhe ky! Jo të dy me mua në komand. I korem pushu këtej. Mere! Kapeni! Lidhemi! Mirëmëngjes. Comando plotone artificieri. Sentitene. Immediatamente manda nell'angolo destro-nord del primo hangar una squadra di artificieri per prelevare una bomba nemica in esplosione. Comando attenzione. Fani zotëri, luft, si e keni punën? Zoti oficer, kemi ardhur në emër të fshatit. Ti paraqesim zotërisë suaj një ankesë lidhur me veprimin e pahishëm të një ushtarit tuaj. Do t'ju rregulloj me punë vlorë. Mos u mërzitni. Kemi shokët tanë atje. Do t'i njihni. Urrejtja po shtohet. Do të lëvizë gjithë populli keni për të parë. Po vi. Si duken? Gjaki që a ktheu për në shtëpi të ti. Po vi. Tjenda dhe misëri. Fajtori do t'gjendet e do të nëjtë. Tani pilo ma sa përno kafen se e miludhe. Sigur dhe. Do me thënë do t'a dënojnë. Po. Ne emëroj Milon t'i japim si ariqin. Ç'ke e zoti Alil? Na pritën mirë more vëllezër. Por mbi të gjitha na dhanë të drejtë. Vetëm vajza do dalë përpara ushtrisë të vërgishëm i fajtorin. Edhe neve i thamë, ushoni. Ushoni dhe! Edhe neve i thamë që është sa e rëndë kjo. Po na thanë se falë nuk do të shtiem për ta gjetur. E s'kam fajtër dhe. Lumë si ne, deli kryetar. Sokrat, lajmërova pos komandën o ti o unë këtu. Kur tallet i huaj mirë. Po kur tallet yti, kjo është e rëndë. Nuk të rejete. Po unë s'të kërkova leje. Jam qeveri këtu! More qofsh përëndi! Ti e di fare mirë që vajza Ilos nuk del për para ushtrisë. Ata po të duan e gjenjë, po nuk duan. Sepse atëhere vetë vetiu duhet pranojnë që ushtria atyre është e qelbur. Gjë që s'mund ta bëjnë kur. Jo ti e dile. Nesër, ndonjë nga këta edhe mund thotë s'kam dëgjoj. Po të tjerë ti duan mirë të gjitha sa. Nuk më trembe, zoti Halil. E di që zoti Thomaj dëgjoj të gjitha, po dëgjoni akoma. Sot në aerodrom një italian ka thënë, sklavit paksoj bukën e shtoj të rurin që të rri urt. Ti çpif? Kush shpif, mo? Mirë mbrëma.
U lodhët? U lodhëm pak. I mora vesha beret. Po ti mos u mërzit, Morbir, se nuk të bën mirë për shëndetin. Katerina! Loni! Peshirin. Je e gërsuar. Je bërë në vrik. Edhe gjumë bën pak. Po ky është okupatori. Merë tokën, merë djersën, merë nderin. Po ne nuk do të lëmë. Marko, ne I kemi biseduar këto gjëra bashkë. Po unë jam I shqetësuar se më duket I di ç'bluan. Po dëgjoj. Hak vetëm nuk merr dot. Shiko ki mendjen se mos na bësh ndonjë. Jo. Hape. Kush ishte? Ai që vjen blen peshk. Çe kokën. Jam unë. Marko. Se pari si je me shëndet. Unë jam mirë. Mendjen e kam aty dhe pres me padurim në një nga shokët të marrë vesh se që bëhet. Sonde kisha nevojë të ishim bashkë, të bisedonim, ta gdhinim. Populli këtu vuan, vjen vërdall një dhunë e poshtër. Njerëzit kanë urrejtje dhe flasin hapur. Sot një grup punëtorësh që punojnë në aeroport u përleshin me ushtarët. Kjo bëri buj. U kthye në fshat koklart, ndonë se të gjakosur e të grisur. Bisedova me ta. Ishin të kënaqur se kishin shfryrë dufin. Po në ballin e lindjes si shkojnë punët. Po të përshkruaj dhe gjendjen ekonomike të këtushme, si dhe disa fakte që mund të hyjnë në punë. Ma keni vezë? Si u dhe? Gjatilo, Dhe? ja shkura, më dha këtë. Mirë, lëre ty poshtë. Hej, quni. Hadi. Ma besa vezë? Mirë. Miti, lere ti blenë vezë. Ti ikë se të pret jotën. Nuk më pret. Ku të them unë të pret, të pret. Do ikën shpi. Qka i me dy? Më pret nëmë. Prit. Pse se le djalit në animoj? E pret e jeme. Së është e vërtet? Ti e bere kastile? Shkopi atë verën dhe hajtë. Jani! Qeni tiri qeni! Fshati man qëndrim armicor në inesh.
Ka rritur puna që ushtarët tani rrajnë mes fshatit. Megjithatë ata kanë rritur gjaktësi, nuk janë përgjigjur. Fal, po unë për këtë nuk di. Shumë keq. Kjo tregon se tek ju s'kan më besim, nga ju ruhen. Po. Edhe fshatarët tuaj që punojnë në aerodrom gjithashtu kanë bërë revolt. E mira jone përbashkët kërkon që ne të shkojmë mirë, ndryshe do të marrim masa. Dhe konkretisht, fshatarëve do të ndalohet hynë prull për dru. Të gjithë ato që kanë prona pranë aerodromit do të shpronsohen. Dhe e treta, pjesa jugore e Knetës do të mbyllet sepse ndodhet pranë poligoneve ajrore. Këto duhet t'u bëni të ditura fshatarët. Megjithatë ne nuk do të mutemi. Po me shpirtmallësinë fashiste gjithmonë bujare, kemi menduar të organizojmë një ditë vllazërimi ndërmjet ushtarëve tanë dhe fshatarëve tuaj. Si thoni? Mirë. Do të ketë një fjalim, disa skeqe teatrale, orkestër. Detyra juaj është të organizoni pjesëmarrjen dhe atmosferën e gëzueshme. Ju personalisht të përgjigjeni me fjalim të shkurtër, kurse fshatri do t'i bëjë repartit një dhuratë simbolike. Dakor? Po kjo ç'është? Atje lart do të varin karamele. Kush tjet i Zotit do të hypjet i madh. E pas kam bërë me grasa. Do të lovesh sa. Turpin me bukë të mos të ham. Tu themi të gjithëve, ta bëjmë këtë bisedë. Mirëmbrëma. Hajde la temperaturë. Po ç'është kjo fest more vaso me teatr e me lodra, ha? Mirëmbrëma Sokrat. Mirëmbrëma. Çka bër vakisht? Duan ta marrin me të mirë Valo Sokrate. Këtë thash edhe unë. Po është ndër vete ky kryetari ynë, bëhen këto turpe. Po ja që bëhen o që Sokrat. Do vete pyes vason thash se e kesh me dyshim. Duan të na gënjejnë, Po edhe ne duhet u tregojmë se nuk na delin ati. Më thuaj si vend punët se kam mbetur këtu shurë dhe qorë. Ti si e njerë? Mirë jam. Mirë më dukesh edhe mua. Nga shokët ka shumë të fala. Këte ke nga shoku i ngushta. Punët sikur janë vi. Ai nuk merret vesh se kur flet. Pam këtu bëm atje ditë e natë. Për shëndetin tënd kemi qenë të prekupuar të gjithë. Dhe u gëzuam që je më mirë. Kjo vjesht duket si do t'jetë e mbarë edhe për çështjen tonë të përbashkët. Sonde do të shkoj në Gjirokastër dhe nesër do të kthehem në Tiranë. Janë trakte, i shpërndasi ta mendosh vetë. Po prit. Po thash do të thoj gjithë natën. Të dashur vëllezër. E nga na dolli vlla ky. Të gjithë ne. Kush e di? Ndodhemi sot midis
Mos I ka kaluar e jema ndonjëherë këtej. Ashtu do jetë. Micia jon ka traditat lashta. Ajo zbret thellë në shekuj, atje ku zefil historia dy popujve tanë, që sot ecin dorë për dore në rrugën e zhvillimit e të prosperitetit. Është mbrojtur me gjak të ri, me gjakun e ushtarëve italian e shqiptar, që dhan jetën për çështjen e përbashkët. Ndonë se larg frontit në pamje të parë, ky aerodrom është dëshmi e vijës së parë të Ktheu. Kam punë më do shkojnë sot tir. Ktheu leri llafet. Urdhë kryetarit. Nuk ishe që po flet Alemet burri? E bella. Ne këtu jetojmë në qetësi, sepse këtu triumfoi drejtësia fashiste. Dhe është detyrë jon që kjo drejtësi të triumfoj kudo. Erdhe ndone. Lere. Më vate mundimi kot. Shpëtuan gomerët për sot. I dëgjove tek pollisni në rreth fashizmi. Ke ngeti. Dëgjo, Dane, dëgjo se në zanatin tënd duhen shumë këto gjëra. A ke gjetur gjë? Vetëm një. Si do të bëjmë kur shqiptarët do të mësojnë t'i hanë vetë breshkat? A thua do të mësojnë? Mos për t'i ngrënë për t'na i shitur ne. Kapiteni më ka inat, I ruhem. Hiç mos ke frikë. S'ka të bën. Të bën I dashur. Të krijon një situatë të tillë që hapen mbyll sytë të nisin në frontin e lindjes. Ke dëgjuar se ç'bëhet atje? Skëter, thon. Është fenomenal. E kam mik. Ç'do bëj me flamurin tonë të Karagjos? E që të mos I mbetemi borç këti marifet qiut. Po do bëj dhe unë një lodër me marifet. Ne majnë që këtë. Është lodër. Lodër. Post fashizmi. Mor që na bëre. Roft më dheu! Për të prove fshati. Se këtë radhe theme gjithmonë, zoti kryetar. As kalcone. Ti
I huaj në je I mathri atje në vendin tënd. S'ke punë këtu. Në shtëpinë time të thyej prinjët, dëgjon, këtu unë jam tërmet. E këtu në themeljet. Mos e qëllo, more katip. Pa ju që Sokrat. Të marroni ju që jeni shpresa. Pa nuk durova dot. Këta pëndejnë se jemi si gomerët, që I të në dharta. Pa ju burë. Ku jeti? E vrava. Kë vrave? Atë. Marshallin. E bëre proshën, e? Po tani? Hiq. Si hiq? Prite kur të vinë. Nuk më pa njëri. Tu do të vinë edhe pa gjurmë. E që vlen një palo marshall. Edhe 100 vrasësh nuk barazohet me atë që bëri gjatë Sokrati sot në mes të fshatit. Nuk e di unë që bëri gjatë Sokrati. Di vetëm që këto më lehtësua. Do ta luftojmë fashizmin, po me luftë organizuar, 100 herë ta kam thënë. Po deri atëherë I mund dikte. Po çron si ka ai marshalli yt? Si nuk I kupton gjërat xhan? I kuptoj, po kjo ishte veç. I kupton, e? Duhet të nisemi më një herë për Tiranë. Pleqve do t'u themi si gjendron puna. Ta din. Që gjatë kujtur